Fondacioni Komunitar Korçarët ndihmojmë Korçarët ka festuar një vjetorin e krijimit të tij duke organizuar një takim me qytetarë dhe autoritete publike, ku është prezantuar edhe një përmbledhje e punëve të bëra gjatë këtij viti. Sipas drejtorit ekzekutiv Leonard Olli, ky është një fondacion që synon të ecë në gjurmët e traditës së bukur të filantropëve korçar. Ne kemi patur mundësinë që në këtë periudhë të kemi gjetur përkrahjen dhe mbështetjen jo vetëm nga komuniteti në Korçë, por dhe nga organizma të tjerë të cilët kanë mbështetur projektet tona që lidhen kryesisht me të rinjt, moshën e tretë dhe me ambientin. 2 nga projektet tona tashmë mbështeten fuqimisht nga Fondacioni Credins dhe nëpërmjet platformës Smile.al dhe nga rrafët dhurues që organizohet nga Partner Albania. Në të dyja këto projekte janë të fokusuara ke të rinjt kryesisht. Projekti mbështetur nga Smile.al ka lidhje me talentet që ka qyteti i Korçës në raport me fushën e teknologjisë, për të cilët ne do të përpiqemi që t'i avantazhojmë duke u krijuar mundësinë për të studiuar edhe më mirë dhe në forma më të avancuar duke krijuar bursa për ta. Dhe projekti tjetër i cili pritet të fillojë dhe ky në vitin 2026 është projekti për krijuesit e rinj korçar. Pra të gjithë fëmijët e moshave 14 deri 22 vjeç do të jenë të mirëpritur në një konkurs të madh në të gjithë bashkinë e Korçës dhe nga të gjitha do të thoja formacionet shkollore, qoftë private apo ato publike, për që në pjesë e këtij konkursi për të paraqitur idetë e tyre, për të mbështetur nga ne, për të shpallur dhe fituesit dhe idetë më të mira dhe mbi të gjitha ajo që është shumë e rëndësishme për ne si fondacion është të mësojmë fëmijët me patentimin, pra me të drejtën për të patentuar të shpiket apo idetë e tyre. Gjatë vitit të ardhshëm, ky fondacion synon të vijë me një sër projektesh të tjera në ndihmë të Korçës dhe korçarëve.